Adriatik dhe Basania janë përballur në kuadër të turit paraliminator të Kupës së Shqipërisë, ndeshje luajtur në 5 Helmes, një sfidë që prodhoi 6 gola, 2 në pjesë të parë, me nga 1 në secilën port, ku të parët në avantazh kaluan miqt nga Bushati me autor Arsen Elbasanin në të 4-ën minutë, për të barazuar nga vendasit e Adriatik në të 16-ën me autor Adhurim Hasani. 4 golat e tjerë të ndeshjes u shënuan në 45 minutat e dyta dhe protagoniste është përsëri Basania, që me dopjetën e shënuar nga Sani Kufu e çon avantazhin 1-3. Donse Adriatiku jep një shkëndi për i hapjet takimit me një gol të shënuar minutën e 88 me autor sërish Hasanin, është përsëri Basania që tund rrjetën vendase me anë të Dean Baçinës në minutën e fundit të takimit, duke vulosur fitoren 2-4 dhe në të njëjtën kohë kualifikimin në turin e parë. Një sukses ky i merituar i Basanias, që shoqërohet me fitoren e parë në pankinën bushatase edhe nga trajneri malazez Dervish Haxhi Osmanović, puna e të cilit ka nisur të ndjehet. Në bazë të shortit të hedhur më herët nga Federata Shqiptare e Futbollit, Basania do të luajë në turin e parë të Kupës së Shqipërisë përballë një kundërshtarit fortë dhe me traditë në futbollin shqiptar, Skënderbeu në Korçës.